por unë nuk kam kundër kandidat ose kandidat nga radhët e antarësisë së BDI-s. Kundër kandidati jem është nga radhët e Aleancës së Arben Taravarit. Po që mbështetet nga BDI? Që ka drejt, a do e mbështesin, a nuk do e mbështesin, atë të shojë më 11 janar. Nuk mund të mbështesin një kandidat që është kandiduar nga një kryetar i cili e ka shkatruar dhe e ka plashkitun qytetin e Gostivarit. Ne pam që mbrëm në Gostivar ishte edhe zoti Ali Ahmeti edhe struktura e tij partijake. Ajo puna e tyre. Nuk besoj se votuesit dhe antarësia e BDI-s do t'i japin votën një personi i cili e ka shkatruar dhe e ka shtit dorën në arkën e buxhetit e komunës, e ka plashkitun komunën dhe për 8 vjet ata e kanë shkatruar.